Përshëndes, Pikspar. Përshëndetje. Ashtu si kundër tha edhe Anisa, pritet që të kemi një rritje të numrit të turistëve gjatë këtij sezoni veror. Vlora e çel zyrtarisht sezonin turistik në 8 maj, pra ditën e premte, ku do të ketë disa aktivitete që organizohen në 2 ditë të organizuara nga Bashkia e Vlorës. Janë aktivitete ku do të përfshihen të rinjt, pra të gjitha grupmoshat, fëmijët, do të jenë aktivitete, koncerte, aktivitete sportive, por vlen të theksohet se edhe infrastruktura po bëhet gati për të pritur sa më mirë sezonin turistik javën që vjen. E ka këtu tek kthimi në gjendjen e mëparshme e atyre segmenteve rrugore në cilat është ndërhyrë nga rrjeti i ri i ujësjellësit. Vlen të theksohet se rrjeti i ri i ujësjellësit të Vlorës aktualisht po ecën me ritme dhe çdo të martë realizohen lidhja e ynyjeve të rrjetit të ri me të vjetër. Paralelisht me këtë ka nisur edhe asfaltimi disa segmenteve rrugore. Pritet që të pezullohet punimi në rrugët kryesore sa i përket ujësjellësit, të bashkuar me shtrimin dhe asfaltimin.